Këtë të diel, forcat operacionale kanë zhvilluar kontrolle të befasishme në ambientet e burgut të Reçit në kuadër të masave për rritjen e sigurisë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka dalë me një reagim zyrtar lidhur me kontrollet e zhvilluara në IEVP Shkodër. Në njoftim, bëhet me dije se kontrollet u kryen për sende të ndaluara në dhomat e banimit të ambientet e përbashkëta. Mësohet se janë kryer kontrolle në 38 dhoma. Në një dhomë është konstatuar një cigare dëmtuar e hedhur në lavaman e dyshuar si lëndë të narkotike. Të dy të dënuarit janë veçuar. Është hartuar raporti incidenti dhe janë njoftuar strukturat përkatëse për vimin e procedurave. Gjatë kontrollit, gjithashtu janë nxjerrë si sende të tepërta dhe për rikontroll 2 televizor, si dhe janë sekuestruar objekte të tjera të ndaluara. Aksion kontrolli në IEVP Shkodër, në vijim të kontrolleve të befasishme për rritjen e sigurisë në institucionet penitenciare, u ushtrua një kontroll në IEVP Shkodër. Në zbatim të urdhërit të numër 626 datë 7 prill 2026 të drejtorit të përgjithshëm të Burgjeve, zoti Adriatik Kupi, dhe në drejtimin e drejtorit të policisë të Burgjeve, drejtuesi lart Pauline Rajta, forcat operacionale dhe forcat speciale të drejtorisë së përgjithshme të Burgjeve ushtruan kontroll për sende të ndaluara në dhomat e banimit dhe ambientet e përbashkëta. Gjatë kontrollit u verifikuan 38 dhoma. Në dhomën numër 9, Godina 1, që i përket të dënuarve me inicialet RM dhe EH, është konstatuar një cigare dëmtuar e hedhur në lavaman e dyshuar si lëndë narkotike. Të dy të dënuarit janë veçuar, është hartuar raport incidenti dhe janë njoftuar strukturat përkatëse, përfshirë shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve për vimin e procedurave. Gjatë kontrollit janë nxjerrë si sende të tepërta dhe për rikontroll 2 televizor, si dhe janë konstatuar dhe sekuestruar objekte të tjera të ndaluara. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të vijojë kontrollet e befasishme në të gjitha IEVP-t me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë, thuhet në njoftim.